Gjesti dhe Jozi shfaqen bashkë pas skandalit në Big Brother VIP, janë çfarë po ndodh me ata të dy. Incidenti i bujshëm pasi Jozi goditi Gjestin gjatë gjysmëfinales së Big Brother VIP Albania shkaktoi një val të madh reagimesh në rrjetet sociale, me shumë ndjekës që e dënuan ashpër veprimet e tyre. Megjithatë, ditën e sotme disa postime të bërë nga Jozi dhe Gjesti kanë trazuar rrjetin, duke ngritur dyshime se ato mund të kenë lënë pas përplasjet e tyre. Jozi ka publikuar një video në Insta Story ku shihet duke drejtuar një makinë luksoze Lamborghini. Edhe Gjesti postoi një foto në të njëjtën kohë ku shihet me një Lamborghini, kësaj here si pasagjer. Kjo koincidencë tepër e madhe e në të njëjtin orar kanë ndezur dhe spekulimet në rrjet se nëse janë thjesht thumbime midis tyre apo sinjale për një pajtim pas spektaklit. Telenovela mes tyre duket se po tërheq gjithmonë më shumë audiencë. Jozi së fundmi ka dalë edhe në përkrahje të një ndër fansave të tij të TikTokut, i njohur si Laçani, që e kanë mbështetur edhe në rastin kundra Gjestit. Jo vetëm kaq, pasi ai ka dalë edhe në një live me Klevion, teksa është shprehur shkurtimisht për situatën pas ndodhisë, teksa tha: "Edhe unë së shpejti do filloj punën për 2 projekte që i kam lënë për gjysmë në studio. Normalisht që do dalë në koncerte pasi ti postoj. Ne jemi të shik personazhe ndryshe, atë që e themi e bëjmë, veprojmë të shik si shpejt", tha Jozi Klevios, teksa premtoi se shumë shpejt fansat do e shohin duke kënduar. Ndërkaq nga ana tjetër, Gjesti ka shpërndarë edhe ai posterat për koncertin e tij të parë që nga dalja nga Big Brother VIP, e cila do jetë në Escape Premium Club në Magic 4 në Tiranë me datë 15 prill. Fansat në zi po e presin, teksa nga burimet e brendshme është bërë me dije se çmimi për koncertin e parë ka qenë plot 20.000 euro.